Temperatura mbi 40 gradë në gjithë vendin. Meteorologët paralajmërojnë ditë të nxehta gjatë gjithë javës së ardhshme. Aktivizohen edhe zjarret. Maqedonia e Veriut kremtoi Ilindenin, një nga datat më të rëndësishme historike. Krerët shtetror dhe politik urojnë dhe bëjnë thirrje për unitet. Gostivari vazhdon të mos ketë ujë të pishëm. Gjatë 24 orëve të fundit, 57 pacientë kërkuan ndihmë mjekësore. Ministria e Shëndetësisë thotë se gjendja është stabile. Dasma në Dobërdoll të Gostivarit kthehet në rast policor. Policia arrestoi 6 persona, publikuan video duke shtënë me armë gjatë festës. Të nderuar shikues, mirë se takohemi me lajmet orës 15:55 në televizionin Shenja. I gjithë territori i Maqedonisë së Veriut është përfshirë nga faza portokalli për shkak të temperaturave jashtëzakonisht të larta, të cilat në shumë qytete ngjiten mbi 40 gradë Celsius. Meteorologët paralajmërojnë se i nxehti tropikal do të vazhdojë gjatë gjithë javës së ardhshme. Sfidë shtesë do të jenë edhe temperaturat e larta, të cilat do të ulen ndjeshëm duke rritur rrezikun për probleme shëndetësore. Autoritetet shëndetësore apelojnë që qytetarët të jenë veçanërisht të kujdesshëm. Muaji gusht ka nisur me temperatura rekord, vapë përvoluese, nete tropikale dhe ditë me mbi 40 gradë Celsius pritet të dominojnë në të gjithë vendin. Institucionet kanë ngritur alarmin, ndërsa qytetarëve u bëhet e thirrje të tregojnë kujdes maksimal për të shmangur pasojat e të nxehtit ekstrem. I gjithë territori i Maqedonisë së Veriut është përfshirë nga faza portokalli për shkak të temperaturave jashtëzakonisht të larta, ndërsa sipas parashikimit më të fundit të Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike, valet e nxehtit do të vazhdojë edhe gjatë ditëve në vijim. Meteorologët paralajmërojnë mot me diell dhe shumë të nxehtë, me vranësira të pakta deri mesatare. Temperaturat maksimale ditore kudo do të jenë mbi 32 gradë Celsius, ndërsa në rajonet më të nxehta do të arrijnë dhe do të tekalojnë 40 gradë Celsius. Sfidë shtesë do të jenë edhe temperaturat e larta gjatë natës, të cilat nuk do të ulen ndjeshëm, duke rritur rrezikun për probleme shëndetësore. Autoritetet shëndetësore edhe një herë apelojnë që qytetarët të jenë veçanërisht të kujdesshëm. Më të rrezikuarit janë personat mbi moshën 60 vjeçare, të sëmurët kronik, gratë shtatzëna, fëmijët e vegjël dhe punëtorët që qëndrojnë për një kohë të gjatë në ambiente të hapura. Nga Instituti i Shëndetit Publik rekomandojnë që të shmanget ekspozimi drejt për drejtë në diellën në periudhën nga ora 11 deri në orën 17, të konsumohet rregullisht lëngje, të vishen rroba të lehta dhe me ngjyra të qelta, ndërsa ambientet të ajrosen në orët e mëngjesit edhe të mbrëmjes. Institucionet kompetente kujtojnë gjithashtu se fëmijët, të moshuarit apo kafshë shtëpiake nuk duhet të lihen asnjëherë në automjete të parkuara. Në rast të simptomave si dhimbje të forta koke, marramendje, të përziera, rrahje të shpejta të zemrës ose lodhje e theksuar, qytetarët duhet të kërkojnë mënyrë ndihmë mjekësore, pasi mund të bëhet fjalë për goditje nga të nxehtit. Sipas parashikimeve të sinoptikanëve, valet e nxehtit nuk pritet të zbutës së shpejti. Përkundrazi, deri në fund të javës së ardhshme, temperaturat do të vazhdojnë të rriten dhe në shumë vende do të tekalojnë në 40 gradë. Temperaturat e larta do të vazhdojnë edhe gjatë orëve të mbrëmjes edhe natës, ndaj freskim pothuajse nuk do të ketë. Temperaturat e larta kanë shtuar dhe numrin e zjarreve. Qendra për menaxhim me kriza informoi se janë regjistruar 13 zjarre, 5 prej të cilëve janë ende aktiv, 2 janë vënë në kontroll ndërsa 6 janë shuar. Si pasojë e valës së të nxehtit që ka përfshirë vendin, është rritur edhe numri i zjarreve në hapësira të hapura. Sipas Qendrës për Menaxhim me Kriza, deri në orën 13 të kësaj të diele, janë regjistruar gjithsej 13 zjarre në mbar vendin. 5 prej tyre mbeten aktive, 2 janë vënë nën kontroll, ndërsa 6 janë shuar plotësisht. Zjarre aktive janë në komunën e Gazibabës, tregu i Kvanit, ku një deponi është përfshirë nga flakët dhe po në të njëjtën komunë, më saktësisht në fshatin Straqinc, po digjen bimë të ulta. Aktiv janë edhe zjarret në komunën e Studniçanit, gjithsesi në fshatin Markova Sushic, në komunën e Strugës, në fshatin Jablanic dhe në komunën e Qeshinovës, fshati Ullarc, gjithashtu po digjen bimë të ulta.
Nën kontroll, siç njofton nga Qendra për Menaxhim me Kriza, janë vënë zjarri ndërmjet të fshatrave Slatin dhe Greshtinsë në komunën e Makedonski Brodit, ku është përfshirë pylli degraduar me dushkë dhe vegetacion i ulët, si dhe zjarri në fshatin Tatesh i poshtëm në Struk. Ekipet zjarfikse kanë arritur të shuajnë 6 zjarre të tjera të regjistruara në Draçev, Vizbek, Opil, Bërvenic, Negotin dhe në lokalitetin Burki Egri i poshtëm në Manastir. Autoritetet apelojnë te qytetarët të shmangin ndezjen e zjarreve në ambiente të hapura dhe të raportojnë më njëherë çdo vatër të dyshimt, pasi moti i nxehtë dhe i thatë vazhdon të rrisë rrezikun për shpërthimin dhe për hapjen e zjarreve. Kujtojmë se për shkak të rrezikut të shtuar nga zjarret pyjore dhe ato në hapësira të hapura, qeveria ka shpallur gjendje krize në të gjithë vendin për 30 ditë, duke filluar nga 1 gushti 2026. Vendimi synon reagim të shpejtë, të koordinuar dhe mobilizim të plotë të institucioneve për mbrojtjen e qytetarëve, pronës dhe burimeve natyrore. Maqedonia e Veriut kremtoi sot 2 gushtin i Lindenin, një nga datat më të rëndësishme në historinë e vendit. Krerët shtetror dhe politik theksuan rëndësinë e kësaj feste duke bërë thirrje për unitet, përparim dhe respektim vlerave demokratike. Në mesazhet e tyre u veçuan nevoja për ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë dhe ruajtjen e idealeve të i Lindenit. Maqedonia e Veriut sot shënon festën kombëtare 2 gushtin i Linden, Dita e Republikës, një nga datat më të rëndësishme në historinë e vendit. Me këtë rast, krerët e shtetit dhe funksionarë të tjerë kanë përcjell urime për qytetarët, duke vlerësuar rëndësinë historike të kësaj feste dhe duke bërë thirrje për unitet, përparim dhe mirëqenie. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova përcolli urimet e saj, nga ku po ashtu e shënoi festën e i Lindenit me vendosjen e luleve pranë monumenteve në Shkup, duke theksuar rëndësinë historike të 2 gushtit. E fillova kremtimin e 2 gushtit në Shkup duke vendosur lule para monumentit të kryetarit të Republikës së Krushevës, Nikola Karev, para monumentit të KAÇK-M-s dhe para monumentit të presidentit të parë të kryetarit të KAÇK-M-s, Metodia Andonovchenko. I Lindeni është një ditë e vërtet për të kujtuar dhe përkujtuar luftën e shumë brezave për një shtet të pavarur Maqedonas. Ndërkaq, kryetari i kuvendit Afrim Gashi ka uruar qytetarët me rastin e 2 gushtit, duke theksuar se kjo datë simbolizon vlerat mbi të cilat është ndërtuar shteti dhe përgjegjësinë e përbashkët për forcimin e tij. 2 gushti përkujton 2 ngjarje kyçe, kryengritjen e i Lindenit të vitit 1903 dhe mbledhjen e parë të KAÇK-M-s në Prohor-Pçinski në vitin 1944, të cilat përfaqësojnë aspiratën për një shtet të bazuar në liri, demokraci dhe përgjegjësinë ndaj qytetarëve. Po ashtu, kryeministri Hristijan Mickoski, sot në fjalimin e tij në qendrën memoriale KAÇK-M në Pelinc, tha se çdo gjenerat e ka i Lindenin e vet, me misionin dhe detyrën e vet, ndërsa ky tanishmi ka detyrën ta mbajë vendin të fortë, ta bëjë atë me prosperitet, të drejtë dhe përsëri një vend në të cilin njerëzit do të besojnë se ja vlen të qëndrosh dhe të ndërtosh të ardhmen. Historia nuk kërkon të përsërisim hapat e popullit të i Lindenit dhe Asnomit, por të tregojnë të njëjtin guxim që ata treguan. Çdo brez ka i Lindenin e vet, disa luftuan për liri, disa për një shtet, dhe brezi ynë ka detyrën ta ruajë maqedoninë të fortë, të drejtë dhe të begat, një shtet në të cilin të rinjtë do të besojnë se ja vlen të qëndrosh, të krijosh dhe të ndërtosh të ardhmen pikërisht këtu. Edhe kryetari i LSDM-s Venko Filipçe uroi 2 gushtin nga Krusheva, nga ku tha se respekti i vërtet për popullin e i Lindenit tregohet duke ndërtuar një të ardhme më të mirë dhe jo duke mbetur i bllokuar në të kaluarën. Kujtimi i Lindenit ka vlerë të vërtetë vetëm nëse na shërben për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Prandaj po luftojmë për një Maqedoni në të cilën sundon ligji, jo interesi partijak, për një Maqedoni në të cilën ka ujë të pastër, paga më të mira dhe perspektivë për të rinjët. Ndërkaq, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, duke përcjell mesazhe urimi për festën e i Lindenit, thekson faktin se ideali i manifestit të Krushevës për barazi, respekt dhe bashkëjetesë po zbehet, ndërsa vendi po largohet nga këto vlera. Për Ahmetin, sulmet ndaj përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, anulimi i mekanizmave që sigurojnë në përfaqësimin adekuat, si dhe shumë veprime tjera të pushtetit aktual, janë shqetësuese për drejtimin që po merr vendi. 2 gushti në rikthen të një nga idealet më fisnike të historisë sonë të përbashkët, bindja se liria nuk ndërtohet mbi epërsinë e njërit ndaj tjetrit,
por mbi barazinë, respektin dhe bashkëtesën, fatkeqësisht, pas më shumë se një shekulli, në vend që t'i afrohemi atij ideali, po largohemi prej tij, në vend të partneritetit po rikthehet te logjika e dominimit, ndërsa në vend të përfshirjes po thellohet të përjashtimi. Urime për këtë fest kanë përcjell edhe shumë krerë të tjerë shtetëror dhe politik, si dhe partitë politike në vend. Ata kanë vlerësuar rëndësinë historike të Ilindenit dhe kanë përcjell mesazhe për unitet, paqe dhe përparim të qytetarëve. Situata epidemiologjike në Gostivar është stabile. Ministria e Shëndetësisë informoi se gjatë një gushtit 57 pacientë kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të ujit. Në Gostivar për momentin ka vetëm ujë teknik që mund përdoret për larje dhe pastrim, por jo edhe për gatim dhe pije. Ministria e Shëndetësisë informon se situata epidemiologjike në Gostivar është stabile dhe se po monitorohet vazhdimisht nga institucionet kompetente shëndetësore. Gjatë një gushtit janë regjistruar gjithsej 57 kontrolle të para, që është për 3 më pak krahasuar me një ditë më parë, kur u evidentuan 60 kontrolle dhe se nuk ka hospitalizime të reja. Deri më 1 gusht janë regjistruar gjithsej 1041 raportime zyrtare për sëmundje infektive dhe janë realizuar 734 ankesa të reja epidemiologjike. Kujtojmë se më 17 korrik, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e ndaloi përdorimin e ujit për pije në Gostivar, pasi u zbulua një pompë që fuste drejt për drejt ujëra të ndotura në sistemin e ujësjellësit. Inspektorët e agjencisë dolën në teren së bashku me policinë, pasi një numër i madh i qytetarëve kërkuan ndihmë mjekësore. Disa ditë më vonë, drejtoresha e ndërmarrjes publike komunale në Gostivar dhe edhe 2 të punësuar u arrestuan. Sipas hetimit, më 25 qershor, të dyshuarit kishin urdhëruar punonisit të vendosin 3 pompa zhytëse në një kanal me ujë sipërfaqësor të ndotur, pranë rezervuarit të ujit të pishëm për të testuar presionin e ujit. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë mori mostra të ujit, por edhe pse rezultatet e analizave ishin gati, qeveria dhe prokuroria nuk i publikuan më njëherë, por disa ditë më vonë, saktësisht më 20 korrik, prokuroria publike publikoi rezultatet, sipas të cilave uji në Gostivar ishte jashtëzakonisht i ndotur dhe nuk duhet të përdorur për asnjë qëllim. Për rastin në fjalë, kryeministri Christian Miskovski ditë më parë tha se hetimin do të zgjerohet dhe se do të përfshihen edhe persona tjerë. Në Gostivar, për momentin ka vetëm ujë teknik që mund të përdoret për larje dhe pastrim, por jo edhe për gatim dhe pije. Deri më tani, rreth 5000 persona kanë kërkuar ndihmë në spitalin Gostivarit për shkak të helmimit nga uji. Një dasëm në fshatin Dobërdoll Gostivarit u kthye në rast policor pas publikimit të pamjeve me të shtëna armësh. Policia kreu kontrolle në disa shtëpi dhe ndaloi 6 persona dyshuar për posedim dhe përdorim armësh. Gjatë aksionit u gjetën armë, municion dhe gëzhoja të shkrepura. Publikuan videon e të shtënave me armë gjatë dasmës dhe personat në fjalë, të cilët pra ishin implikuar në të janë arrestuar. 6 persona janë ndaluar, ndërsa një tjetër është ftuar në bisedë zyrtare pas të shtënave me armë gjatë një hengu familjar në fshatin Dobërdoll të Gostivarit, video e të cilave u publikua në rrjetet sociale. Nga sektori për punë të brendshme të TOV, njoftojnë se janë realizuar bastisjen e disa lokasione në fshatin Dobërdoll, ku janë gjetur dhe konfiskuar armë, municion dhe gëzhoja. Sipas policisë, fillimisht janë kryer bastisjen në shtëpinë e IS 21 vjeçar, AI 30 vjeçar dhe IB 25 vjeçar, të gjithë nga Dobërdolli. Gjatë kontrollit të AI është gjetur dhe konfiskuar një pistolet me gaz. Në një bastisje tjetër në shtëpinë e BA, policia ka gjetur 30 fisheka për pistolet me gaz, ndërsa në obor janë sekuestruar 27 gëzhoja të shkrepura nga pistoleta me gaz dhe një fishek për armë gjahu. BA, 46 vjeçar dhe djali i tij MA 21 vjeçar janë privuar nga liria. Më pas është bastisur edhe shtëpia e TM 26 vjeçar, ku janë gjetur dhe konfiskuar një pistolet me 8 fishek, një pushkë gjuetie me 7 fishek dhe një pistolet me gaz. Pas bastisjes, TM është privuar nga liria, ndërsa SM është ftuar në bisedë zyrtare. Të gjithë personat e ndaluar janë dërguar në stacionin policor, ndërsa pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tyre do të parashtrohen kallëzime përkatëse.
Në kuadër të platformës Çajiri në ritmin e shëndetit, Komuna e Çajirit organizon javën e mësimit të notit për fëmijë, e cila do të fillojë më 15 gusht. Programi zhvillohet pa pagesë dhe synon të mundsojë fëmijëve mësimin e teknikave bazë të notit, duke promovuar njëkohësisht aktivitetin fizik dhe jetesën e shëndetshme. Mësimi është i dedikuar për fëmijët grup moshave 7, 8, 9, 10 dhe 11, 12 vjeç. Grupet do të jenë të përziera, vajza dhe djem, me maksimum 30 pjesëmarrës për një orë mësimore. Trajnimet do të udhëhiqen nga 2 instruktor të notit në mbikëqyrjen e 4 profesorëve nga Universiteti Nën Tereza. Pjesëmarrësit duhet sigurojnë vetë veshjen e notit, kapelen e notit, si dhe syzet e notit. Numri vendeve është i kufizuar, ndaj dhe prindërit dhe kujdestarët ftohen të regjistrojnë fëmijët në kohë. Vazhdojmë të me lajmet. Komandanti i KFOR-it General Major Uskan Ulutash ka deklaruar se NATO nuk do të lejojë që në Kosovë apo në Ballkan të krijohet vakum sigurie, pasi ky rajon i Evropës ka rëndësi strategjike për aleancën. Sipas tij, gjatë 27 vjetëve të fundit, KFOR-i ka shërbyer si një prej shtyllave të sigurisë në Kosovë dhe si element thelbësor për ruajtjen e stabilitetit në rajon. Ai vlerësoi si shenjë pozitive faktin që prania e misionit tashmë po optimizohet, pasi situata e përgjithshme e sigurisë është e qëndrueshme. Megjithatë, Ulutash theksoi se NATO-ja dhe KFOR-i vazhdojnë të jenë plotësisht angazhuar për sigurinë e Kosovës. Ai nënvizoi se Ballkani Perëndimor përbën një zonë me rëndësi strategjike për aleancën dhe se siguria e tij lidhet drejt për drejt me atë të hapësirës euroatlantike, ndaj NATO nuk do të lejojë krijimin e një vakumi sigurie. General Majori bëri ditur se KFOR-i do të vijojë ta përmbush mandatin e vet në mënyrë të plotë dhe të paanshme, por shtoi se arritja e sigurisë afatgjatë kalon përmes zgjidhjeve politike dhe jo atyre ushtarake. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se anuloi një sulm ushtarak të planifikuar kundër Iranit, pasi Teherani dhe vendet tjera të lindjes mesme kërkuan kohë për të finalizuar kornizën e një marrëveshjeje paqe, duke shtuar se edhe Izraeli është bashkuar këtij angazhimi. Në një postim në platformën e tij sociale Truth Social, Trump pretendoi se palët kanë rënë dakord për parametrat e një marrëveshjeje të mundshme, e cila do të përfshinte rihapjen e menjëhershme të plotë dhe totale të ngushticës Hormuzit dhe eliminimin e kërcënimit bërthamor të Iranit. Trump tha se pranoi të anulonte sulmin për të mirën e ardhshme të botës dhe njëkohësisht për mbijetesën e një Irani të suksesshëm dhe të begat, duke shtuar se ky vendim varet nga aftësia e palëve për të arritur shpejt një marrëveshje. Shobaja është plotësisht e përgatitur dhe gati të veprojë kundër Republikës Islamike të Iranit me një nivel force, fuqie dhe kapaciteti ushtarak të paparë që nga lufta e dytë botërore, shkroi ai. Trump tha se edhe Izraeli ka rënë dakord të përmbahet nga sulmet. Filloni punën të gjithë dhe përfundojeni, shtoi Trump. Tetë palestinez, mes tyre dhe 2 fëmijë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën nga sulm ajror izraelite në rripin e Gazës herët të dielën. Pavarësisht njoftimit për zbatimin e fazës së ardhshme të armëpushimit, në Han Yunus një sulm dhe një apartamenti vrau 3 anëtarë të së njëjtës familje, një çift bashkëshortorësh dhe vajzën e tyre, ndërsa 3 persona të tjerë u plagosën. Në Der El Bela një sulm me helikopter goditi një shtëpi duke vrarë një çift bashkëshortesh, ndërkohë në qytetin e Gazës një tjetër sulm dhe një apartamenti la të vrarë 3 persona, përfshirë një fëmijë 5 vjeçar. Një person tjetër u plagos në një sulm veçantë, ndërsa forcat izraelite hapën zjarre dhe ndaj zonave lindore të lagjes Al-Tufa, pa raportuar më parë dhe për viktima. Kina njoftoi të dielën se ka përfunduar ndërtimin i strukturës kryesore të teleferikut të parë ndërkufitar që do ta lidh vendin me Rusinë, raportuan media shtetërore. Ndërtimi i teleferikut për pasagjerë i cili lidh qytetin kinez Heihe me qytetin rus Blagoveshchensk përmes lumit Heilongjiang nisi në vitin 2019. Projekti pritet të përfundojë para fundit të këtij viti, raportoi agjencia kineze e lajmeve Xinhua. Teleferiku do të shkurtojë kohën e udhëtimit mes dy qyteteve kufitare për te lumit në vetëm 6 deri në 8 minuta. Teleferiku ka një gjatësi horizontale prej 970 metrash mbi lum dhe është i pajisur me 2 kabina, secila me kapacitet për 110 pasagjerë. Ai do të funksionojë me një shpejtësi maksimale prej 12 metrash në sekond dhe me një kapacitet të projektuar prej 2.6 milion pasagjerësh në vit në një drejtim.
Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55.